Jemi me dy gazetat pavarura, jo votime politike, për të kuptuar pra shumë më mirë më qartë në mënyrë më të pavarur se çfarë ndodhte. Jemi me gazetën shqiptare. Së pari që vinte edhe me një speciale për zgjedhjet e 26 majit dhe jemi me numrin e ditës të martë 28 maj 1996. Pra çfarë shkruaj le të themi gati 2 ditë pas zgjedhjeve. Sfida për votën, Partia Demokratike në atë kohë që ishte në pushtet, dhe kishte fituar pushtetin që në 92-shin kishte bërë le të themi një cikël qeverisës, deklaronte fituam 65% votave, opozita tërhiqet, pra opozita tërhiqet. Në foto është një komisioner duke numëruar votat, duke i bërë gati për të numëruar. Berisha, që ishte presidenti i Republikës, por që identifikoi me Partinë Demokratike, deklaronte vota ishte krejt e lirë, do të respektohet edhe vullneti socialistëve. Janë 101 emrat e kandidatëve të PD-s që kanë fituar në të gjithë vendin dhe ishte një fitore dërmuese ajo e Partisë Demokratike me manipulime dhe me dhunë më pas. Vëzhguesit zgjedhjet ishin korrekte, konstatuan pa rregullsi, por vetëm teknike. Atëherë kalojmë në këtë zhvillimin tjetër, jo zgjedhjeve të gjithë në shesh. Pas bojkotimit, opozita bën apel. Tërhiqen, pra janë tërhequr nga zgjedhjet e 26 majit të 96-s partitë opozitare, PS-ja, PAD-ja, PSD-ja, PUK, PBD1, PA dhe PDD. Në foto, Servet Pëllumbi në Amik Dokle. Të gjithë sot në shesh për të protestuar. Është kjo thirrja që opozita shqiptare i ka drejtuar antarëve dhe simpatizantëve të saj vetëm 24 orë pasi prej saj zgjedhjet elektorale u quajtën si të manipuluara nga PD, madje edhe të dhunuara nga forcat e policisë dhe të shikut. Vendimi i rëndësishëm është marrë gjatë mbledhjes dhe protesta do të zhvillohen datë 28 maj, por ne këtu jemi me shtypin në datës 28 maj, që do të thotë pra që përmbledh zhvillimet e një dite më parë. Kronika e 2 ditëve të votës së zjarrt, orë të mbushura me tensione. Këto shkruheshin dhe kjo ishte gazeta shqiptare, pra në 28 maj të vitit 1996. Le të themi ende nuk ishte bërë protesta ku do të dhunojë opozita. Bëj eksaktësisht këtë ditë, pra në 28 maj, por pak më vonë. Nga gazeta shqiptare, rikthehemi në studio dhe e shohim pak edhe Koha Jon, një tjetër gazetë e pavarur dhe që pasqyronte zhvillimet e zgjedhjeve. E kemi në këto moment edhe gazetën Koha Jon, dhe këtu jemi patjetër me datën 28 maj të vitit 1996. Opozita bën thirrje për opozita socialiste sot në sheshin Skënderbej. Deklarate partive politike që i përmenda, miting proteste në ora 12. E në këtë miting nga policia, forcat e shikut e tjerë është dhunuar opozita që pa me ato fotot pak më parë në shqiptarja.com. Tërhiqemi nga zgjedhjet për shkak të manipulimeve dhe terrorit të shtetit. Në foto janë liderët e Partisë Socialiste gjatë konferencës së shtypit. Fatos Nano ishte ende në burg. Janë Servet Pëllumbi, Gramoz Ruçi, Namik Dokle dhe të tjerë. Kërkojmë përsëritjen e zgjedhjeve. Asnjë prej partive nënshkruese të deklaratës nuk do të realizojë bashkëfaqësinë me ata deputetë të PD-s që u zgjodhen nga policia, shiku dhe nga dhuna. Opozita shqiptare nuk i njeh zgjedhjet e 26 majit. Janë 6 parti politike të djatha e të majta që tërhiqen zyrtarisht pra nga votimet në të gjithë vendin. Ndërsa Berisha ishte president republike, por shpalte fitoren. Berisha vetë shpall fitoren. Ky është një tjetër shkrim në Koha Jon. PD e ka meritue plotësisht, kreu i shtetit flet sinqerisht, u gëzova kur u tërhoqën, pra sinqerisht u gëzova kur opozita u tërhoq, dje konferencë shtypje presidentit të rrëzuam komunizmin. Tërheqja e opozitës vë në dyshim numërimin e votave, konferencë shtypje edhe e vëzhguesve europian. Këto ishin zhvillimet kryesore dhe një pjesë e asaj që pasqyroi shtypin e shkruar të asaj periudhe dhe që na tregon se çfarë ka ndodhur. Do të vijojmë edhe në ditët në vim për të kuptuar dhe më tepër vimësinë e asaj situate. Ndërkohë, kjo është rubrika Në ishte një herë.